Gjatë hutbës hoq, thave, krejt ne që jemi në xhami, pas 20-30 vetëve, shumica s'kemi me qenë. Valla, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë i drejtohet muslimanëve në Medinë, i thot, sot e 100 vjet. Askush për juve që është gjallë, s'ka me qenë gjallë. Domthon për këtë botën flet ai, do të thotë Medinës. Edhe kjo është e vërtetë. Se për shumë na në xhami që kemi thonë, xhami kemi pas na pleq, kemi pas 50-60 vjeçar, kemi pas 40-50 vjeçar, kemi pas edhe më 3. Ama shumica dërmuese, domthon aty me që i kanë ka 40-50 vjet, mas 20-30 vjetëve, domthon kanë qenë të vdekur. E kjo është pasqyra e cila jep shumë mesazhe, po ai që është në xhami edhe vdes mas 10 vjetëve, 20 vjetëve, ka shka merr me veti. Po në qatë moment, kur ky është në xhami, dikush tjetër i njëjtës familje, i njëjtës shoqëni. Nuk është xhami, po flas për ditën e xhumos, tash xhamia falën në xhami, s'mund të falën në shtëpi. Atë ditë xhumoje, ku ky ka ardhur më ka fal, e ka pas shokun e vet, kolegun e vet, kushërinin e vet, kushin e vet, i cili s'ka ardhur më fal në xhami. E tash ta kemi në një fotografi, për shembull, është një fotografi shumë interesante dikon. Po çfarë do të më ecë në Kairo? Në botën arabe në Kairo. Domethënë, më fal që po ndërprej hoç, është një fotografi shumë e bukur e para 100 vetëve, 1902-3, ku një pjesë falen në xhami. Jo, në bord xhamis. Po. Një pjesë tjetër aty i ka kap fotografia, shesin e shohin jetën, e këshirin biznisin, e kupton. E tash jemi 2026. Të gjithë kanë vdek, mesazhi i fotografisë. Edhe ato që e falën namazin, edhe ato që bëshin biznes. Që kjo fotografi është shumë breslonse dhe është përshkrim real i këtë që kësaj dileme që domethënë dhe me zbërthy. Do të edhe ata që janë fal, edhe ata që kanë refuzuar mu fal, edhe ata që kanë lënë punën e dynjos për në fitu kënaqësinë e Allahut, edhe këta që kanë vazhdu me punu për dynjë, tu e idhnu Allahun, kanë vdek. Ç'a ndodh tani? Pas vdekjes tyre, këta që janë fal ndihen shumë të përmbushur, shumë të kënaqur që në atë moment janë kontu fal. Edhe normalisht shpresojnë pranimin për Allahut dhe mëshirën e tij. Këta tjerë do të jenë shumë të zgjenjym, do ndihen keqardhje shumë të madhe, se në momentin kur tjerë që i shifshin me sy po falen, këta sheshin mall edhe bleshin mall dhe bëshin tregtin dynja. Andaj njëra prej emërtimeve të ahiretit është yawmut tagabun, dita e keqardhjes. Aty krejt njerëzit do kenë keqardhje. Pse? Të mirët do kenë keqardhje pse s'kan bëu më shumë të mira, tu e pa se ku i ka quë e mira. E pas më shumë të mira, do ishin edhe më mirë, edhe më nalt. E këta jo besimtarët edhe mëkatarët do ndihen keqardhje, pse kohën që kishin disponim nuk e shfizuan për mu pendu, për me kërku falet e Allahut, për me kthy Allahut, se tash e shohin se ku i ka quë gjunahi ata. Edhe andaj yawmut tagabun është një emërtim shumë i realt, shumë i saktë për ditën e ahiretit, ku këtë njerëzit kanë mendi keqardhje. Të mirët pse s'bënë më shumë mirë. Të këqit pse su pendun të Allahu gjatë para se më ardh dita e vdekjes, e pas ditës së vdekjes mos i bën dobi atyre asgjë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për atë arsye na e përmendëm në hutbën tonë punën se mas 20-30 viteve shumica prej nesh s'kan me qenë, që të motivohemi na që jemi gjallë me bo vepra të mira, na që jemi në xhami, i shtojmë veprat tona të mira, e ata që janë jashtë xhamis të pendohen dhe të vinë në xhami, se një ditë këtë kena me dek, e të Allah kena me dhënë llogari, e i miri ka mu gëzu me të mirën e vetë, e i keqi normalisht ka mu pishman, ka me ndi keqardhje për atë që e ka bo.